Masat e marra për menaxhimin dhe parandalimin e zjarreve mbeten padyshim prioritet për këtë sezon veror. Në një intervistë për Blu Televizion, prefektja e Qarkut Vlorë, Vis Sallushi, ka konfirmuar se pikërisht për këtë qëllim takimet e para në krye të institucionit i ka zhvilluar në stacionet zjarr fikse, ku janë evidentuar problematikat kryesore që lidhen me mungesën e mjeteve, pajisjeve dhe sfidat të tjera me të cilat përballen forcat zjarr fikse. Sallushi theksoi se një rëndësi të veçantë kanë marrë edhe takimet në zonat rurale me kryetarët e fshatrave me fokus sensibilizimin e banorëve për parandalimin e zjarreve. Në fakt, si kundër dhe pak më parë që folëm për sezonin turistik, një nga pikat më të rëndësishme për sezonin turistik është edhe masat e marra për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të zjarreve. Është e vërtetë që takimet e para që sapo ka marrë detyrën e prefektës kanë qenë në të gjitha stacionet e shërbimit të zjarfikës për gjithë qarkun e Vlorës, ndërkohë që sërish vijoj me këto takime dhe kam patur një periudhë kohore të cilën i kemi nisur herës, sepse nuk kemi pritur që të filloj sezoni verës ku dhe problematikat janë më të shtuara, por i kemi zhvilluar këto takime gjatë gjithë vitit. Këto kanë qenë fillimisht me mbledhjet e Komisionit të Mbrojtjes Civile dhe unë si kryetare e këtij komisioni dhe me gjithë aktorët e tjerë që janë pjesë e komisionit, kemi zhvilluar takimet, më pas jemi përqendruar tek çështja e parandalimit. Çka do të thotë që në të gjitha bashkitë ne kemi zhvilluar takime me kryetarët e fshatrave, të cilët kanë pasur në fokus sensibilizimin e tyre. Nëpërmjet kryetarëve të fshatrave, ky sensibilizim të kalojë tek të gjithë banorët, tek të gjithë ata të cilët banojnë në zonat me pyet dhe kullota, sepse në fundit ata e njohin shumë më mirë situatën në terren dhe ku ka më mirë se të ekzistojë bashkëpunimi midis strukturave përgjegjëse dhe banorëve të këtyre zonave. Ndërkohë, kam vijuar me takimet edhe në terren, në të 7 bashkitë e qarkut të Vlorës, për të parë nga afër situatën e stacioneve të shërbimit kundër zjarrit dhe shpëtimit, të emergjencave civile, por njëkohësisht edhe të strukturave të pyjeve dhe kullota për të 7 bashkitë. Për gjitha situatat që kemi evidentuar, kemi bërë raportimet tona përkatëse duke kërkuar edhe ndihmë në mjete, në çdo element tjetër e cila është mangësi në stacione të caktuara dhe presim patjetër ndihmën që të na ofrohet nga strukturat përkatëse. Më lejoni t'u bëj me dije që aktualisht në këto momente janë shtuar edhe 2 stacione zjarr fikse nga Bashkia Vlorë dhe Bashkia Imar, të përkatësisë në Orikum dhe në Dhërmi, të cilat janë më afër zonave që janë me risk të lartë dhe bëjnë shumë më të thjeshtë aksesueshmërinë e këtyre forcave në ndihmë të situatave problematike që mund të krijojnë në këto zona. Ndërkohë gjatë sezonit veror janë shtuar edhe 2 stacione zjarr fikse në Dhërmi dhe Orikum me qëllim që shërbimi të jetë sa më pranë çdo situate emergjente që mund të krijohen nga zjarret. Prefekti Sallushi konfirmoi gjithashtu se janë raportuar dhe evidentuar mangësitë që kanë forcat zjarr fikse në të 7 bashkitë e qarkut, ndërsa po punohet padyshim për sistemimin e tyre. Atëherë, raportimet që ne kemi bërë kanë qenë për të 7 bashkitë, për të 7 stacionet e shërbimit të zjarreve dhe mbrojtjes. Kemi raportuar cilat janë ato mangësi dhe nevoja që ata kanë. Dhe aktualisht në këto momente kemi informacione që Bashkia Konispol është pajisur me mjet zjarfikës, Bashkia Himar, njëkohësisht dhe Bashkia Delvin dhe janë në tratativa dhe bashkitë e tjera për të pajisur me ato mjete të cilat kanë nevojë për të realizuar një funksionim sa më të mirë të këtij shërbimi. Rritja e temperaturave ka shtuar ndjeshëm rrezikun e zjarreve dhe krijimin e situatave problematike. Vlora mbetet një nga zonat më të rrezikuara në vend gjatë sezonit të verës, çka kërkon gatishmëri të lartë dhe bashkëpunim të institucioneve me qytetarët për parandalimin e tyre.